Moderatorja e njohur Kiara Tito pak minuta më parë ka ndarë lajmin e trisht me ndjekësit e saj. Ajo ka njoftuar se ka ndëruar jetë gjyshja e saj Maria. Lanë të mirë nana Maria e dashur, do më mungoj gjithmonë zëri yt, përqafimi yt dhe lutjet e tua. U presh në paqe, ishin disa nga fjalët e Kiara Titos, të cilat ajo i ka publikuar në rrjetin e saj social Instagram, të shoqëruar me 2 foto që mbajnë gjallë kujtimin e gjyshës së saj. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Kiara Tito dhe Luiz Elli tani më janë prindër të një fëmije të quajtur Luna Marie Elli. Përposta shëthemeve, Kiara dhe Luizi janë çifti që kanë përballuar shumë situata të vështira, për sa kohë ishin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, por edhe pas saj, duke deklaruar se dashuria e tyre është e pashtershme.